Ngushtisti një domethënë që ka pas njerëz që ka dalë në Gërbec që është fillim shekullit 20. Domethënë gërbetçarët e parë apo margintarët e parë kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdimisht kanë vazhduar shkojnë. Çdo i ri të jetojë dhe të punojë në vendin ku ka lindë dhe ku i ka prindërit. Me të vërtetë kërku nuk ka me qenë më i vlerësuar edhe askund nuk ka me qenë më krenar se këtë. Pra guri rënd qëndron në vend vet. Mushtishti ndërmendimi më i madh në komunën e Suarezës dhe një ndër ndërmendimet më të mëdha në Kosovë. Do të thonë se nuk e keni lidhje familjare. Momentin që e ke qenë dy fise të ndryshme dhe e martu, trashëgimtarët janë bërë një pedaj mes vete. Po sot a martohen mes vete? Unë e di që më herët edhe janë martuar ndoshta për shkak po sot a martohen. Po martohen mes vete. Po ende martohen mes vete. Kurse te ne kanë qenë martesat e lejuara për shkak që. Kështu që tash jemi bën një fis i madh që e ka emrin Mushtisht. Përshëndetje miqtë e mi dashur prej meje Lauretës edhe mediumit në teren. Neve sot na gjeni në fshatin Mushtisht të komunës së Suharekës. Mushtishtin edhe nëse s'keni qenë asnjëherë, po besoj që secili prej nesh e njeh për shkak të bilbilave të tij. Kur them bilbilat, gjithë e dim që bëhet fjalë për Shkurtë Fezën, Shyrete Beluli, Motrat Mustafa, Remzi Osmani. Emra shumë të mëdhenj të muzikës shqiptare që vijnë pikërisht prej këtij fshati. Po përveç bilbilave, ky fshat njihet edhe që ka shumë banor, ka shumë mërgjimtare. E hajdeni me mu se tash kena me folë me Reshat Selimin, i cili ka me na prezentu fshatin edhe me na tregu se çysh është bëj jeta më herët edhe çysh bëhet sot. Hajdeni të shkojmë ta takojmë Reshatin. Reshat, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se ardhë, nderuame, mirë se ardhë, Mushtisht. Mirë shumë, si rrëzbjeshme të Sharrit. Sot jena orë me vizitu këtë fshat, ose qysh i thoni jo, nuk e quni do me thonë bashkë fshat, për shkak se gjenë gjithë shka njeri këto në Mushtisht. Apo më flet pak për Mushtishtin, qëfar fshati është, sa banor janë këto, e di që është një prej fshatrave më të mëdha të komunës Suarekës. Po, mirë se ardhë fillimisht. Mirë se u gjetëm. Ajo që thejo shumë e vërtet, ne po mundohemi që mos ta quajmë fshat, ta quajmë vendbanim, po qytet nuk jemi. Jemi një farë lloji qytetëve e vogël. Mushtishti faktikisht është vendbanimi më i madh në komunën e Suarekës dhe një ndër vendbanimet më të mëdha në Kosovë. Shtrihet 30 kilometra në juglindje të Rondës. Është një fshat i cili ka një pozitë shumë të mirë gjeografike. Këtë pozitë domethënë ja bën fantastike bjeshkët e Sharrit, të cilat i kemi kështu pravanesh, domethënë të cilat ja shtojnë jeshtin Mushtishtit. Po fatmirësisht përposhtë bjeshkëve, të cilat janë një pasuri e paçmuar e jona, është edhe fusha, e cila e përbën një sipërfaqe mjaft të madhe, rreth 1000 hektarëve, është një tokë pjellore, e cila bën bereqetin, gjitha kulturat bujqësore i bën, edhe fatmirësisht bujqët tonë dhe fermerët tonë kohëve të fundit kanë filluar që ta punojnë më shumë. Për shkak, po, kanë filluar ta punojnë më shumë. Për shkak se zakonisht e kanë lënë ditët e sot me pak e kanë lënë bujqësinë edhe blegëtorin. Po, është shumë e vërtetë, sidomos pas luftës, në mënyrë graduale janë tërheq për shkak që dinamika e jetës, domethënë njerëzit kanë filluar me punu punë tjera, por fatmirësisht tash e kanë parë që toka është burimi i pashtershëm i pasurisë së njerëzit, edhe sipërfaqja e të mbjellura në tokën e Mushtishtit ka filluar të rritet nga viti në vit. Po më tepër mirë për shkak se bujqësia është një pjesë shumë e rëndësishme e një zhvillimi të një vendi, kështu që duhet me u bë. Po çfarë mendon ti personalisht pse janë larguar ashta njerëzit pak prej blegtorisë dhe bujqësisë? Sidomos rinia, një mendim toni. Nuk e di, po mendoj kjo mënyra e jetës, po të ne dinamizimi i jetës edhe ne si Mushtisht jemi si fshat që kemi shumë gërbetçar, domethënë shumë njerëz domethënë kanë marrë atë rrugën e gërbetit. Kjo nuk është vetëm bytëve tona. Mushtishti një domethënë që ka pas njerëz që ka dalë në gërbet që është fillim shekullit 20. Domethënë gërbetçarët e parë apo margintarët e parë kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vazhdimisht kanë vazhduar shkojnë. Kulminacioni ka qenë vitet 50 dhe 60 kur një numër i madh i tyre kanë shku shtetet perëndimore të Evropës së Perëndimore dhe po vazhdon edhe sot. Por fatmirësisht ajo që mund me thonë, lidhja tyre me Mushtishtin është shumë e fortë. E di që do me thonë shumë punë këtu kryen edhe fol donacioneve që mërgjimtarë do me thonë i bojnë.
ku janë mërgjimtarët e Mushtishtit, në cilin vend janë mas shumë ti nështë? Po sa kemi mundur na, domethënë statistikat tona që e thojnë, po, faktikisht ne kemi mërgjimtar mas shumë ti në Gjermani, në Zvicër dhe në Itali. Duke mos i përjashtuar edhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian, po edhe shtetet bashkuara të Amerikës. Mirë po, shumica dërmuese e tyre janë në Zvicër dhe në Gjermani dhe një pjesë e konsiderueshme e tyre edhe në Itali. Po ajo që desha të them kur i kem të mërgjimtarët, me të vërtetë qysh nga fillet e migrimit mushtrisht, asnjëri nga ta nuk e ka lënë Mushtishtin pa i met koka kështu pas edhe pa shikuar. Edhe me të vërtet lidhja e mërgjimtarëve tanë është shumë e fortë. Edhe kulturore, edhe familjare, edhe miqësore, edhe domthonë çdo aspekt, ata janë vizitorë të rregullt dhe janë pjesë për edhe kontribues, janë adrenalina jonë me një farë, por edhe vizitorë shpesh tonë, janë pjesë e jona. Reshat, kur themi që Mushtishtit nuk mund është shmitron as fshat, është fshat cilësohet, po nashta janë edhe këto bizneset që e bojnë këtë fshat shumë të fuqishëm, të thëmë kështu. Ka shumë biznese, unë posh berber, posh dhe me thonë frizer, ka posh markete, e keni atë metalike në atje posh, do me thonë loj biznesi, keni edhe automekanik nëse s'ga bëj. Po, e vërtet. Që që bën mund dje kjo, për shkak se këgja shumë biznese me një fshat. Po, edhe sa kilometra është larg komunës Suarikës. Po, kështu, kur jemi të bizneset, sigurisht që bizneset janë një shtyllë e fortë e ekonomisë Mushtishtit. Përpos që punësojnë njerëz edhe që japin paga, domethënë një pjesë e tyre, domethënë po flas për bizneset mesme dhe të mëdha, ata dhe kontribuojnë, domethënë vazhdimsi kur edhe restorante, vazhdimsi kur kemi nevojë, domethënë ata na dalin ndihmë. Thjesht është një shtyllë shumë e rëndësishme e ekonomisë së fshatit, edhe thjesht jemi krenar që i kemi. Edhe ajo na bën do me thonë këtu gjenë gjithë shka, shkur të Shqip nuk të as me dojnë në shtanë Suarek, për shkak se janë këtu ki, edhe kini edhe qendrën e mjekësisë familjare atje. Qendra mjekësisë familjare, kur jemi të qendra mjekësisë familjare, është një objekt edhe parkër, po është një objekt i ri, domethënë që e kemi inauguru para 3-4 vite, edhe pse kemi pas një objekt i cili është restauruar pas luftës, domethënë pas luftës të fundit në Kosovë. Kjo qendër është ndërtuar dhe e kemi inauguru para 3 viteve. është një qendër moderne e cila i ofron shërbimet primare shëndetësore për banorët tonë edhe për disa banorë disa fshatra për rreth. Fatmirësisht është duke punuar me 2 ndrrime, domethënë me 2 turne, e cila gjë domethënë jam ka lehtësuar mjaft shumë punën e njerëzve tonë, të cilët kanë nevojë për shërbime primare shëndetësore. Edhe faktikisht i kemi gjitha këtu. E kemi para vitin e kaluar e kemi përruar edhe shtëpinë e kulturës, edhe pse ne si fshat jemi domethënë fshat që njihemi me traditë kulturore. Pa diskutimi keni edhe sidomos jeni edhe artista këtu të shumë. Po, fakt. Edhe bilbilat e Mushtishtit. Bilbilat e Mushtishtit, po. Kur jemi te bilbilat, unë thjesht po du me potencu domethënë shoqërinë kulturore artistike Afërdita, pjesës cilës kanë qenë këngëtarët tona dhe solistët tona të mirënjohura, të cilat ju i përmendet. Domethënë shoqëria kulturore artistike Shkurtë Feza, Shëret e Veluli, Remzi Osmani, Motrat Mustafa, gjitha këto janë, po, gjitha janë nga Mushtishti, po janë bashkëvendase tona të cilat me të vërtet e kanë një lidhje të fortë me Mushtishtin edhe. Po më intereson me të pyeta, a kanë harru Mushtishtin këtu, a se kanë harrua, vinë me vizitua? Jo, nuk e kanë harru. Se kanë harru? Jo, se kanë harru, ato vinë shpesh na vizitojnë. Jo vetëm që na vizitojnë, po ato e kalojnë edhe pjesë të madhe të kohës tyre këtu. Sa mirë po më vjen, bravo i qoftë. Një pjesë të madhe të kohës e kalojnë. Ajo bën krenar juve kur disa nga disa po nashta të muzikës popullore janë ndër ma të famshmet edhe ma të zonjat në këtë lami, vinë pikërisht prej këtij vendi. Sigurisht që po. Çu bën mundje juve? Sigurisht që po, na bën mundje shumë mirë për shkak se pos vlerave tjera që i kemi ne, këto janë ato të cilat ja kanë rritur vlerat Mushtishtit. Domethënë thjesht e kanë bërë Mushtishtin që të njihet gjithandej, jo vetëm vendit tonë Kosovës, po tani gjitha troja shqiptare. Po, domethënë e din ku është Mushtishti, ndoshta e din prejardhën e tyne, e din kajtjan, nuk e mohojnë asnjëherë edhe vazhdimisht e promovojnë fshatin tonë, kështu që besoj që në emër banorëve edhe në emër tim personal ju falenderoj për gjitha ato që bëjnë për Mushtishtin. Këtu jemi edhe para lapidarit, këtu lavdi gjithë dëshmorëve dhe martirëve që kanë dhënë ma të shtrejtën e tyre jetën për këtë vend.
A ki diçka për me thonë? Po, sigurisht që po. Kjo është, mendoj që është pjesa ma, në zemër të fshatit. Lapidari, këtu është mesi i fshatit. Tash nuk po thamë gjeografikisht, për shkak se Mushtishti është një vendbanim që, pra për thamë vendbanim, nuk për thamë fshat. Është një vendbanim që e ka një sipërfaqe mjaft të madhe, domethënë rreth 3450 hektare. Mirë po thamë zemra Mushtishtit për shkak që këtu e kemi lapidarin e dëshmorëve të kombit të luftës së fundit. Është një ndër lapidarët i cili është ngritur, një ndër lapidarët e parë që është ngritur në Kosovë, është bërë me bashkëfinancim qytetar. Dhe çdo vit kur e kem për vjetorin e dëshmorëve është 22 prilli, ne tubohemi këtu me gjithë banorët tanë dhe mysafirë nga gjitha fshatra përreth dhe nga gjithë Kosova dhe i nderojmë, i përkujtojmë. Sigurisht që nxënësit e shkollës e përgatisin edhe një program të pasur kulturor artistik me këngë dhe vjersha dhe poezi kushtuar dëshmorëve të kombit. Atë ditë kemi vizitorë dhe këngëtarët tona, të cilat i përmendëm. Do faktikisht 22 prilli është një ditë shumë e shënuar për Mushtishtin, e cila i sa çdo vit domethënë na tubon edhe pse kujtimi i dëshmorëve duhet të jetë i vazhdueshëm, po atë ditë është i veçantë. Ajo ditë është e veçantë, është një emocion i veçantë. Bravo, për shkak se fal tyre jemi tu jetu në Kosovën e Ligjit, kështu që fal gjaku tyre dhe nuk bën asnjëherë. Ne fatmirësisht pos lapidari dëshmorëve të kombit, mëse jemi në këtë kompleksin, se fakt ne pequajmë këtë shesh pequajmë sheshi dëshmorëve të Musht. Sheshi dëshmorëve domosdoshmë. Përpos lapidarit dëshmorëve të kombit, këtu kemi edhe një amfiteatër të fshatit, i cili po munduemi që në kohë të verës, kur kemi kohë të mirë, domethënë më përdor për aktivitete kulturore, edhe pse e thashë kemi ndërtuar edhe shtëpinë e kulturës, e cila është një shtëpi moderne e kulturës, dhe që po është në kompleksin e shkollës fshatit. A ka të interesuar, çka bëhet saktësisht domethënë në shtëpinë tuaj? Po, dëgjoj, jo, shtëpia e kulturës faktikisht ne po dihet që Mushtishti është vend i kulturës, artit, traditës dhe këngës mirëfillt popullore shqipe. Po dihet që talent që i ka dhënë Mushtishti kanë dalë për shkollës Mushtishtit. Domethënë faktikisht ne po shpresojmë shumë që do të kemi prap talente të reja të cilat do ta vazhdojnë rrugën e solistëve tona. Kështu që është duke u përdorur në vazhdimsi për festa nacionale, për ditë shkollës, domethënë shfrytëzohet ajo, nxënësit e shkollës përgatitin program pasur kulturor artistik, më të vërtet kur njeriu i ndjek atë program dihet krenar edhe pse unë jam jasoj kuës kur e kam mbrënj shoqërinë kulturore artistike Afrodita dhe di çfarë nomi ka pas, më të vërtet njeriu emocionohet dhe shpreson që një ditë së shpejti do të rinjallët ajo frymë artistike të Mushtishtit. A ka shpresë, Resha? Qa mendon ti, a ka shpresë ndoshta për Kosovën që për shkak se na jena dëshmitar se rinia pak po ngon, ndoshta edhe mas gjonave, rrjetet sociale i kanë ndryshuar shumë gjona. Qa mendon ti për këtë pjesë? Nëse ke fjalën për pjesën artistike apo kështu në përgjithësi? Sot ka më pak të ri që ndoshta vrapojnë mas pjesëve të artit, mas shkollimit, fatkeqësisht gjithë përballemi me këto gjëra, po ç'është është gjendja e të rinjve të Mushtishtit? Po e kuptoj, dakordohemi me ato që e the, me të vërtetë nuk është fryma që ka qenë përpara, përpos këtyre arsyeve që ju i përmendet, unë mendoj që është edhe një arsye tjetër. Është arsyeja që njeriu kur jeton i pushtuar, edhe kur e keni pushtuar këtu edhe në kulturë tjetër, ndoshta aki atë elonin, atë vullnetin, atë frymën që me zhvillu kulturën kombëtare, muzikën, traditën. Tash është pak më vështirë se njerëzit janë më të lirë edhe nuk e di, ndoshta kjo farë pjesa e rrjeteve sociale pak na ka cunguar këtë drejtimin e kulturës, këngës, vallës mirëfillt shqipe, por prapë unë përshpresoj unë prapë. A janë të harruar traditat tona? Në Mushtishт jo. Nëse e ke fjalën për Mushtishт e tham me plot kompetencë që jo. Me plot kompetencë e tham që jo. Një fshat ndoshta si Mushtishti që ka goxha shumë, a je ndjeni se sa nxënës janë në shkollë? Po, jam ndjeni, fatkeqësisht domethënë numri i nxënësve ka filluar të zvoglohet.
edhe janë shumë faktorë, po si kënë gjitha vendbanime në Kosovë. Tani numri i nxënësve në shkollën e fshatit është pak më tepër se 300. Domethënë janë shumë faktorë që kanë ndiku në zvoglimin e numrit. Po nxënësa kanë qenë ashta më herë. Në kohën kur unë e kam kryer shkollën fillore, domethënë ka qenë vitet fundi viteve 70-ta, ne kemi qenë binimi. Domethënë binimi. Po, binimi nxënës. Mirë, po tash sigurisht që është zvoglu, janë shumë faktorë që e kanë zvoglu. Domethënë njëri prej faktorëve është migrimi, edhe faktori tjetër është edhe nataliteti. Po sidomos migrimi është shumë shqetësues për shkak se ndoshta për një jetë më të mirë po largohen jashtë përkundër faktit që pa diasporë dhe pa mërgjimtarët asna ndoshta nuk i kishim arrit shumë gjona, shumë çoçi që ai kemi, po edhe fakti që kanë met ndoshta shtëpijat pa banore dhe kryesisht veç me pleq është tepër e dhimbshme. Po. Qa mendon ti? Qa po i bën tritun? E besoj që ki kontakte, ki familjar. Qa bën një tri sot me lëshu fshatin, me lëshu Kosovën? Unë du munduar edhe njerë të nxënësit, edhe të zvoglimi numrin nxënësve në shkollë. Ajo që ku mujt unë me vrej, domethënë jam 8 vite në udhëheqje të fshatit, është mandati i dytë, është fundi mandati i dytë tani. Një e mirë që unë kam mujt me vrej, domethënë nuk kemi migrim brenda Kosovës. Do një numër shumë i vogël i banorëve tanë dhe i trive tanë është shpërngul në qytetet e Kosovës. Domethënë shumica janë shpërngul në perëndim. Faktikisht kjo na tregon që kushtet të cilat i ofrojnë qytetet e Kosovës i kanë edhe mbështesh. Domethënë ndoshta perëndimi po dihet që akoma jemi pak larg zhvillimit edhe jetës që e bojnë ata, dhe mendoj që kjo është arsyeja kryesore që të rinë tonë po shpërngullen. A mendon që është zgjidhje ndërum? Ti personalisht, themi pak ndoshta te mendimi yt personal. Unë jam i thellë dhe partizani i asaj që çdo i ri të jetojë dhe të punojë në vendin ku ka lindë dhe ku i ka prindërit. Se me të vërtet kërkun nuk ka me qenë ma i vlerësuar edhe askun nuk ka me qenë ma krenar se këtu. Pra guri rënd qëndron vend vetë. Nuk ka thënë kota e fjala urë popullore. A mendon që ka marrë një ditë që ata që janë largu kanë më kthyer prapë? Po shpresojmë shumë. Po shpresojmë sa ndodh ato. A sa ndodh ajo do të na tregojnë koha. Do të na tregojnë koha, po me të vërtet ne po mundohemi me ato kompetenca dhe me atë mundësi që e kemi, unë si kryetar i fshatit së bashku me bashkëpunëtorët e mi, që krijon kushtet trive që ndoshta ndonjëri prej tyre do të kthehet, ose pjesa më e madhe e tyre që janë shpërngul të kthehet. Domethënë po flasim për këta tri që janë shpërngul, që kanë migruar në çet kohën e afërt. Mirë, po kur shkojmë te ajo periudha te ata parashit tonë që janë larguar më herët, është pak më problem. Po i kanë familjet atje. Po i kanë çurrënit dhe kanë familjet, po një karakteristikë tjetër. Shumica dërmuese të tyre, të cilët pensionohen në shtetet, kthehen këtu. Dhe pleqërinë tyre dhe jetën e pleqërisë e kalojnë në ushtrisë, domethënë këtë qetësinë dhe këtë arin e pastër bjezëve të sharrit. Nuk e di a është gjithkund në Kosovë, mirë për mushtrisht është kjo karakteristikë. Po, na ka rënë neve me taku iç më larg se dje, domethënë ka njerëz që pensionimin e kalojnë domethënë vendin e vet. Po. Këtu e kemi edhe çadrën e meksikë familjare i cila i kryen krejt shërbimet apo? Po. Këtu kryen shërbimet primare, domethënë shëndetësore për banorët tanë. Për banorët tanë edhe për asi. Këtu e kemi edhe organizatën e veteranëve. Po, kjo ka qenë ndërtesa vije, domethënë ndërtesa para se me përshëndetje. Ajini mirë. Kjo ka qenë ndërtesa ku ka qenë duke funksionu qendra mjekësisë familjare. Para 3 vite është ndërtuar kjo ndërtesë e re, edhe ne kemi vendosur që këto ta bëjmë si një ndërtesë administrative të Mushtishtit. E kemi qendrimin ditor të pensionistëve. E kemi zyrat e shoqatës së veteranëve të luftës, o zyra e këshillit të fshatit, edhe poshtë zyra po jemi dalë pak dielli, veç ka fillu vera. Edhe poshtë është zyra e gjendjes civile. Më thaj që qëndrimi ditor për pensionistë. Për pensionistë, po. Çka bojnë saktësisht? E bashkë po më intereson edhe nuk është e pasant të dëgjuar me një fshat. Pensionistët, po. Përshëndetje Vasiles. Pensionistët, unë të thash që me të vërtetë jemi një fshat i organizuar. Tashti pensionistët është një pjesë kohë e konsiderueshme e shoqënisë tonë. Ata fatmirësisht e kanë formuar shoqatën e pensionistëve, janë mjaft organizuar.
e kanë zyrën, kryetari i fshatës së Vezërisë ka zyrën në katin ku e ka dhe këshilli i fshatit. Sa mirë. Edhe ata organizohen, bojnë tubime, dakordohen, organizojnë shëtitje, gati çdo muaj domthonë organizojnë, gjejnë donatorë, ndihmojmë edhe ne që të gjejnë donatorë, po edhe shumicën e rasteve ata i gjejnë vetë, edhe dalin, vetë financohen, edhe pse pensionet e tyre nuk janë aq sa me mujt më asi, po financimi, ndihma e njerëzve tanë, po edhe ne sa të mujmë dalin ndihmë, ata dalin pothuajse çdo muaj edhe shëtitin në vende ndryshme të Kosovës, se zgjidhin lokacionin edhe shëtitën. Për shembull, shkojnë në Prekaz ose shkojnë në Reçak ose shkojnë thjesht në gati gjitha këto vende të Kosovës kanë vizituar. Edhe ajo që dua të them, unë jam musafir i tyre i ftuar çdo herë kur shkojnë. Edhe sa herë që kam kohë, shumë me kënaqësi shkoj me ta. Domethënë shkojnë edhe me ta. Po, shkoj me ta. Tash po du me të pyet me cilat probleme përballen më shumë të sot pensionistët. Janë rritja e çmimeve dhe këto a i del pensioni që e kanë për me i kry në është gjonat bazike që a i duhen i njerit. Po jo, sigurisht që pensioni bazë, cilin ata kanë aktualisht, po. Që mërzit në është mas shumë ti në bisedat me pensionistë. Po sigurisht që pensioni bazë i tyre është i vogël për me mbulu nevojat e tyre ditore. Do kanë nevojat e tyre mujore, se thash ditore. Se ajo është pension mujor, se nuk e morën për pensionin çdo ditë, ta kishin marrë çdo ditë, ndoshta ajo kishte dalë. Shkon më mirë. Domthonë nuk i mbuluan nevojat e tyre mujore, po fatmirësisht një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë tash po dalin me tek ta mërgjimdar. Një pjesë e konsiderueshme e tyre i kanë fëmijët e tyre në mërgjim dhe në gërbet, kështu që ja dalin pa problem, po një pjesë e tyre me të vërtetë është në gjendje pak më trënde ekonomike, por prapë e ndin veten krenar dhe ja dalin, nuk dorëzohen, kurse se nuk dorëzohen. Edhe ju si leni më dorëzu, si që thamë edhe më herët, jeni shumë të bashkuar dhe të organizuar. Do me thonë, mushtishti, përveç bilbilave, si që janë Shyrit e Beluli, Shkurt e Feza, Mutrat, Mustafa, Remzi, Osmani, njihet edhe për, që që thash edhe më herët, e keni këto organizate, ne keni qenë një meksis familjare, pas keni aty edhe ushqime tradicionale, bia, baklava. Po, sigurisht që po. Bizneset lloj-llojshme është një ekonomi e vogël e vendbanimit tonë, e cila funksionon mjaft mirë. Kur kështë shoqata e pensionistëve, mos harroj që pos që e kanë zyrën, ata kanë edhe një bife. Ku ata çdo ditë mblidhen, edhe bashkëbisedojnë me njëri tjetrin edhe kalojnë kohën e lirë. Domethënë faktikisht është bifeja që ja kemi ndana si këshilli i fshatit, në bashkëpunim me komunën, edhe një donatori, domethënë një bashkëvendas i tonë, i cili ka investuar në inventar, ata sot e kanë një qendrim ditor, i cili po shërben mjaft mirë dhe përshfrytëzojnë. Shumë funksione dhe përshfrytëzojnë mjaft mirë, po takohen me njëri tjetrin, kanë ndonjëherë pak pjavzom edhe ne ato ulset, po shkojmë me asim. Edhe ju shkojni, domethënë çajini me atrit. Po naftojnë. Unë po të flas personalisht nëse 2 ditë baj që nuk takona me ta, më thojnë ku je? Ku ke qenë? Mos ke qenë diku, na harrove. Domethënë janë një kategori e shoqënisë tonë e cila me të vërtetë meriton respekt, edhe njihen në matë, lonë, nona. Shumë e vërtetë. Ti e thash shumica pensionistë dhe i kanë fëmijë në mërgjim gurbet, edhe kjo domethënë janë kryesisht këtë kohën vet. Edhe realisht mezi presin dikon me çoni hall ose me diskutu. Du me ta po një pyetje, çysh e kishe prezantu mushtishtit dikujt që se din ekzistencën e mushtishtit ose çysh funksionon? Çfarë kishe thonë për mushtishtin me 2-3 fjalë? Dëgjoj, unë ti mirë e thënë nëse se din ekzistencën e mushtishtit, aty nuk do kisha ditë si t'ja shpjegoj se ai nuk është i Kosovës. Se nëse e banori i Kosovës, po mendoj se shumica banorëve të Kosovës e din mushtishtin. Me të vërtetë është një fshat mu i tha potencoj mas pari pozitën e ti geografike, e cila me të vërtetë mahnitse. Është rrethune prej bjezhve të Sharrit. I ka 4 grykat mole dhe të cilat i formojnë 2 lumej. Domethënë jemi shumë jemi në fat që gjithë territorin e vendbanimit tonë, që tha prapë vendbanim. Edhe kemi qarkullim të automjetëve, si me qenë me në qytet, po më duket edhe pse jemi në mesditë, jo për momentin nuk kemi lidhje. Jemi në mesditë
edhe kryesisht shumica janë për punë. Edhe shumica janë për punë, edhe ne nuk e kemi asnjë rrugë tranzite e cila çon me një fshat tjetër, me një domthonjë qytet tjetër. Okej. Na jemi domthonjë zorë verbër sa i përket infrastrukturës rrugore deri me tani. A shpresojmë që këtë vit do ta hjekmi statusin e zorë verbër sepse është do ndërtu rruga për Brezovic. Edhe rruga për vend pushimin Gradons, domethënë që është një margaritari biesh në Mushtishtit. Edhe për shpresoj që ka më bë diçka edhe prej komunës dhe institucioneve për shkak se janë disa thesore këtu, jo veç Mushtish, por shumë fshatra të Kosovës që realisht duhet me i zbulu, po them kështu. Tashti unë po do më ta bëj një pyetje se e di që shumica e njerëzve çaj din Mushtishtin, e din që Mushtishti është katën me shumë fise. Po. A dihet sa fise janë? Po, Mushtishti ka shumë fise. Ndërsa për me hi, domethënë të studimi i fiseve dhe i gjeografisë Mushtishtit, me të vërtetë duhet me qenë ekspert i fushës. Edhe kështu që unë nuk do të kisha hi as fjalë, në mënyrë që lamin që nuk e njoh kështu shumë mirë, nuk më eksperu, po e di që ka mjaft fise. Ka mjaft fise, të cilët jemi tani më të lidhur me njëri tjetrin shumë, për shkak që ty përjashtu vendbanime të tjera të cilat kanë qenë një fis, ata nuk janë martuar me zvedi. Kurse te ne kanë qenë martesat e lejuara, për shkak që kanë qenë fise të ndryshme, dhe tash mënyrë graduale, martesat me dekada e kanë bërë që secili të lidhemi me njëri tjetrin edhe familjarisht. Kështu që tash jemi bën një fis i madh që e ka emrin Mushtish. Po sot a martohen mes veti? Unë e di që më herët edhe janë martuar ndoshta për shkak ndoshta diversitetit të fiseve, edhe që s'janë një gjak edhe një mbiemër, ka pas martesa. Po sot a martohen? Po martohen. Po ende martohen mes veti. Do të thonë se nuk e keni lidhje familjare. Momentin që e ke qenë dy fise të ndryshme dhe e martu, trashëgimtarët janë bën një bedoj mes vete. Edhe tani ata sigurisht që nuk martohen mes vete, për shkak që lidhja familjare është e ngushtë. Mirë, po ato pak fise tash që kanë net pa u lidhur miqësisht me njëri tjetrin, vazhdojnë të martu, po ka filluar i rrathi më ngushtu kur gjë shumë. Ka filluar më ngushtu. Po dhe se tash edhe rrjetet sociale më large, sa ka ndryshuar jeta e nderuar, falem shumë për Mushtishtin, po sa ka ndryshuar jeta, ndoshta çfarë po të pengon më shumë ti te brezi i ri ty? Qa po duket diçka që s'po mundesh me u pajtu? Jo, ndëgjoj, unë të brezi i ri, unë jam një përkras i vazhdueshëm i brezit të ri. Mendoj që ata gjithmonë kanë drejt. Gjithmonë kanë drejt se ata janë ardhmja jonë, ata janë perspektiva jonë. Mendoj që ata thjesht duhet me zgjidhur rrugën e tyre. Ata janë rrugë drejt. Mirë, po ajo që kisha potencu, domethënë që më pengon edhe që e bisedu më pak më herët është migrimi. Edhe apeli im është që qëndroni se i nevojiti Mushtishtit, i nevojiti komunës, i nevojiti vendit. Kur kthehemi te migrimi, unë gjithmonë kam qef me ditë edhe pak mendimin personal ti vetë, a ke pas ndonjëherë dëshirë me e lënë Kosovën edhe me shku jashtë, ose po them jo dëshirë, po ndoshta me detyru qoftë kushtet, qoftë diçka financiare që me kërku një jetë më të mirë në Mërgjem, ose a ki dikon në Mërgjem? Kështu, unë me të vërtet kur nuk kam tentuar me shku në Mërgjem. Edhe pse sidomos vitet 19, edhe ka pas mundësi dhe ka pas nevojë. Ka qenë nevojë domosdoshme, se unë jam i brezit kur i kemi përjetuar pushtimin sërb këtu, kur gjithë prindërit tonë, baballarët tonë, nënat tona e largu nga puna dhe me të vërtet gati shumica e dërmuese e familjeve tona kanë kaluar në raste sociale. Unë kam qenë i thorja asaj që kur mos më lëshu Mërgjimin. Unë, kur dulëm të trit, unë e kam pas vajzën, ajo ka studiu në Vjenë, të Austrisë ka qenë, edhe ka punu disa vite aty, tani që një vit është kthy në Kosovë, edhe me të vërtet jam shumë i gëzun, thjesht, ndoshta ma ka lexu mendjen. Po nuk i kam thonë unë mu kthy, po ma ka lexu ndoshta mendjen, po thjesht ndoshta edhe biseda që i ke bën vazhdimsi, ose e ka gjetë më mirë në Kosovë. Kështu se kisha apelu dhe të tjerë me bot njëjtën gjë. Po, është stabilizuar, e ka një punë mirë dhe po shpresoj që mos ka me tentu kur me dal jashtë. Domethënë mi tregu pak edhe njerëz që shikojnë që ka edhe njerëz që kthehen në Kosovë, sidomos vajza jote që qenë ka shkollu në Vjenë, sot është sot është ty me kontribun në Kosovë. Amo besoj edhe ti ja ke ujit pak atë dhe dashurin i ke folë pak për sot sakrificë është bo për marrën këtë ditë sot, edhe
e ka fillu këtë lidhen me atë dhe jo? Besoj që njëra prej arsyeve është edhe kjo. Edhe kisha apeluar të prindërit tjerë që me bëhet njëjtën. Me i folë fëmijëve, me i tregu që nashta ma mirë është këtu me kontribu, po edhe të njëjtën kohë në rast se asë qëre nuk më imi fajsu edhe ata që larguar. Jo, absolutisht, jo, absolutisht. Shumë kushte esenciale nashta edhe mungojnë këtu. Po, çka nuk flitet mjaftueshëm edhe që sa herë mundona nashta edhe me tregu, është që as atje nuk mundet parja me u bë qas shpejt qysh njerëzit e bojnë. Po, qysh po mendojnë. Kështu që ma mirë i vjen venin e juaj, po jo, që që ndihen shumë e mirë edhe... Jo, faktikisht, absolutisht kur, domethënë nuk i fajsojmë ata që dalin jashtë, po ajo që e thash edhe më herët, po du më përsërit edhe një herë, fatmirësisht lidhja është shumë e fortë. Ne çdo projekt që e bëjmë infrastrukturor këtu, çdo planifikim që e bëjmë, llogaritmi edhe në diasporën si banor të pandashëm tonë. Kur planifikojmë me bëni rrugë, kur planifikojmë me shtu kapacitetin e ujit pijes, ne nuk i llogaritmi të banorët rezident që jemi këtu, i llogaritmi edhe diasporën, se janë pjesë e pandashme e jona. Edhe janë vizitorë të rregull, tani fatmirësisht nuk vinë vetëm 2 herë në vit, që kanë ardhur domethënë kohën më herët tani ata. Verës edhe dimrit më herët, po. Tash vazhdimisht kem domethënë mergjimtar tonë në Mushtisht. Po verës sigurisht që verës është. Verës numri i banorëve në Mushtisht dyfishohet. Ndoshta muj me thonë që edhe pak më shumë se dyfishohet. Na kena në ardhur dhe verës po besoj. Është shumë më gjallë se tash. Është shumë më gjallë se tash. Edhe është edhe një karakteristikë interesante që unë kam mujt me vërejt. Të arriturat tona këtu që i bëjmë, i gëzohen shumë më shumë ata se ne këtu që jetojmë. Okej, do më thonë, e kanë atë lidhje. E kanë atë lidhje. Çdo arritur e Mushtishtit, çdo zhvillim i Mushtishtit, çdo ndërtim i Mushtishtit, çdo iniciativë e Mushtishtit, te ata ndikon shumë më shumë për shkak asaj lidhjes emocionale dhe që janë larg. Ndryshe i dhe i zemra nështë atyre. Besoj që po. Reshat ke shumë derë dhe kënaqësi me na prezantu në fshatin ti si kryetari i fshatit, Mushtishti pa diskutim që edhe për mua është një prej fshatrave më të mëdha, po edhe të njëjtën kohë i ki krejt, po them kështu. Edhe Suareka nuk është fort larg, po edhe çam bën përshtypjet e jo është që e thash edhe më herët me mërgjimtar të keni marrëdhënie shumë të ngushta edhe ju ndihmojnë edhe gëzohen për çdo sukses. Sigurisht që po. Ke një eksperiencë shumë e bukur, ndoshta një diçka e re edhe për ata që shikojnë për herë të parë ndoshta Mushtishtin, po a ki edhe diçka të fundit? Jo, faleminderit shumë për kohën. Jeni gjithmonë të mirëseardhur në Mushtisht. Besoj që ky apel që e thash për diasporën edhe për mërgimin kam ndëgjuar nga të tjerë, po Mushtishti ka me vazhdu me qenë një qendër e kulturës, traditës, trimërisë, bojarisë edhe krenarisë, që ka qenë me shekuj. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit gjithashtu.